Sipas të dhënave të fundit nga Banka e Shqipërisë, totali i kredisë ka arritur në 946.8 miliard lekë në shkurt të vitit aktual, me një rritje të konsiderueshme prej 11.6% krahasuar me shkurtin e vitit kaluar. Rritje po ashtu prej 0.8% ka shënuar edhe krahasuar me janarin e po të njëjtit vit. Pra nëse flasim në shifra absolute, rezulton se në harkun kohor të 12 muajve regjistrohet një rritje prej 98 miliard lekësh. Në të njëjtën kohë huaja e re disbursuar nga sistemi bankar gjatë muajit shkurt arriti në 30.3 miliard lekë nga 28.7 miliard lekë në të njëjtin muaj të vitit kaluar. Kjo përkthehet në një rritje vjetore prej rreth 5.7%, ndërsa niveli i shkurtit të vitit 2026 rezulton më i larti për këtë muaj në serinë e paraqitur nga Banka e Shqipërisë. Zgjerimi i huadhënies së re është mbështetur kryesisht nga biznesi sipas të dhënave. Krediteria për korporatat jo financiare private arritën në 20.55 miliard lekë në shkurt nga 17.75 miliard lekë një vit më parë, ose rreth 15.8% më shumë. Kjo tregon se kërkesa për financim nga sektori privat mbetet e qëndrueshme në një kohë kur bizneset po mbështeten më fort te kredia bankare. Ndryshe paraqitet ecuria e huadhënies për individët dhe institucionet jo fitimprurëse që u shërbejnë atyre. Në këtë segment krediteria ranë në 9.53 miliard lekë nga 10.58 miliard që ishin në shkurt të vitit kaluar, duke shënuar një tkurrje vjetore prej rreth 9.9%. Kjo do thotë se megjithëse stoku total i kredisë vijon të rritet, ritmi i huamarrjes së re nga individët është ngadalësuar krahasuar me një vit më parë. Rënja më e fortë është regjistruar te kredit për blerje banesash. Totali i kësaj kategorie zbriti në 3.87 miliard lekë në shkurt të vitit aktual nga 5.62 miliard lekë që ishte në shkurt të vitit kaluar, ose rreth 31.3% më pak në terma vjetor. Kjo tregon se kredia për pasuritë paluajtshme ka humbur vrullin e vitit kaluar. Rënja e kredisë së re për blerje banesash në shkurt duket të jetë pasojë e filtrave më të fortë vendosur nga Banka e Shqipërisë për kreditë hipotekore. Prej korrikut të vitit kaluar, këto kufizime kanë ngushtuar mundësitë e financimit të plotë të pronës.